lexuesit të Kuranit ditën e gjykimit do t'i thuhet iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya, lexo dhe ngjitu në gradat e larta, këndoje Kuranin qartë dhe sakt ashtu sikur se e lexoje në dynja. Kurani do të ndërmjetësoj për lexuesit e tij në ditën e gjykimit. Ndaj një hadith tjetër të cilin ka transmetuar Ebu Umama, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah." Lexojeni Kur'anin sepse Kur'ani do të ndërmjetësoj për lexuesit e tij në ditën e gjykimit. Në hadithin tjetër të cilin e ka shënuar gjithashtu Muslimi në Sahihun e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yu'ta yawm al-qiyamati bil-Qur'ani wa ahlihi alladhina ya'maluna bihi taqdumuhu suratu al-Baqarati wa alu Imran tuhajjani an sahibihima." Do të sillet Kurani në ditën e gjykimit dhe do t'i Kurani bashkë me lexuesit e tij dhe do t'i paraprin Kuranit sura Baqara dhe Ali Imran, të cilat kanë për ta mbrojtur lexuesin e tyre në ditën e gjykimit.